ma bel, hajde mua. Si e mirë? Qa ke bërë? Qa ke bërë mirë? Qa bërë? I rejë shkollës? Po. Dhe të gjatë, mund të futem pak aty? Kam qenë këtu të kjo shkollë kam qenë unë. Po? Mund vete të klasa ku kam qenë? Yes. Faleminderit. Hajde Bela. Si jeni mirë? Si jeni? Si e kaloni? Mirë. Mund të kaloj pak këtu? Yes. Se vjen sekond lartë. Wow. Unë e kam patur klasën këte e Bela. Klasa ime ishte këtu. Wow. Pa, ishte këtu. Ky ishte laboratori, duke se i kimis në gjithë tjera. Aty kishte një si puna aneksi. Është akoma aneksi aty. E di ku isha në bankë? Ku isha? Isha këtu. Bank të Po fundit? bankat ishin kështu, të para fundit isha. Ka pasë bank tjetër. Bankat ishin kështu. Bankat ishin kështu. Se ne ishim 24 veta, 23-24 veta. Nga s'kishte dhënë. Treshe, tre. Bankat ishin treshe. Dhe ishin kështu. Unë isha ullur këtu. Po, e ndi që do të mësimin? Pa e ndisha se gjithë tjerët. Unë isha këtu. Si ndjet agroni pas kaq vitesh tani në të njëjtin vend? Qa kujtimesh. Dhe qa më ka munguar më shumë, Bela, Çfarë të ka munguar? kur 91-shin praktikisht nga dita në ditë ikëm, që ikëm në Itali, ka qenë pikërisht shkolla. Dhe në fakt për të arsye, kam vendosur në jetë që fëmijët e mi nuk kanë për televizor kur nga shkolla ku kanë filluar. Që shkollën do ta fillojnë ta mbarojnë të inë në shkollë, në të inë në vend. Sepse ka te kam vojtur. E di si ishin ndarë shkollat para 90-s? E di pse isha këtu unë? Se në përgjithësi klasat ishin të bëra. Në bankat e para vendoseshin gjithë fëmijët e atyre që ishin e nomenklaturës, e fëmijëve të drejtorave, të antarëve të partisë, dhe pastaj gradualisht vinin gjithë ata që ishin të përndjekurit. Diferencim. Po, që në shkollë ishte diferencim, absolutisht. Po kam kujtime shumë të bukura nga shkolla. Shumë të bukura, të jashtëzakonshme. Vetëm bankat kanë ndryshuar. E jashtëzakonshme. E di që më tha një miku im, një ish shoklase, se me një 2 prej tyre, në fakt. Ke mbajtur Kam patur, që kam marrëdhënie, që ndonjëherë flasim, nuk është se kemi shumë marrëdhënie, do duhet kishim marrëdhënie më të ngushta, në fakt. Thash unë, të kujtohem unë, thash, kur ishim në klasë? Si së më kujtohesh, ta? Ti tha, kur bënte në njëra, kur ajo mësusja matematikës bënte një pyetje të vështirë, që askush nga ne që ishim para përgjigjeshin, të gjithë ktheheshin dhe shikonim nga ty. Pa agroni e di këtë. Dhe me këtë gjë që më tha, më bëri shumë qefin pak. Mirë. Hajde, lëvizim atë. Po, Hajde. për Kështu ishim shkollën marrë. në Itali, ke këtë lloj nostalgjie? Po, e kam, edhe në Itali. Ja më kaluar gjithmonë në mirë në shkollë. Si. Edhe në Itali e kam. Ja kam kaluar gjithmonë mirë. Këtu ishte një si puna aneksi. Ishte pa dera. Jo, kishte dera dhe në atë kohë.
Ky ishte obor I gjithë, këtu ka ndërtuar tani. Po to edhe ka qenë një shtëpi e ulët. Kur dilim ne këtu Bela, te e çam erdhi në mendje kur I pa shkallët, këtu nuk ishte zilja, nuk ishte nga këto automatike. Ishte me dorë, edhe ne vinim me vrap. Pallesh. Po, kur vinte ora, thoshte, kush do veti bie zilës? Dhe vija dhe unë ndonjëherë. Ishte zilja diku këtu te dritarja dhe I binim. Shiko pas ka foto këtu. She. Ja, kështu. Ne kishim këta dollapët. Këta dollapët kështu. Ja, këto ishin bankat. Shumë të bankat? Po. Ishin të bankat kështu. Ishin me atë vendin për bojën. Hajde. Ha. Ti ku ke për shkollën? Unë kam bërë të salata, jo. Se ke bërë këto? Unë kam bërë aty isha tjetër klasa tjetër. Unë kam të salata. Ti e bëra Po ju se kishit zilën, kështu si punë si Jona? me çang. Me çang, Me ato, a? zilet e kam bërë. Që tu. Dhe biles e kemi na ekziston akoma neve shkollës tonë. E kemi aty E keni akoma, a? E keni këtu? Atë që kishim ne? Jo. Këtë që ke probleme që... Ja, po Jona s'ishte kështu. Kjo zile ka 22 vite. Jo, po nëse kishim kështu, ne kishte një shkop ajo. E mirë, Që kafe? Që e qapur, na këpu dhe unë e kam sajuar me një tel. Shkondi, e kam sajuar arru vetë. Kështu ja bënte. Kështu ja fiks kjo ishte. Kështu ja bënte. Po të njësë që e Hajde, miru pafshim. Po dhe fmit jam bakti. Tani agron dhe kemi zilën e orës për të zgjuar shqiptarët.